Bilbil Çekolit, angazhimin në politik, përqendrimi 100% në zgjedhjen e trajnerit. Në asnjë mënyrë, edhe si duket të angazhimi im në klub. Unë prej mëngjesit jo me angazhu me klub. Përgatisim me shtabin teknik stërvitjet, kemi para fillimit stërvitjes janë analizat në detaj çdo ditë që bëhen, domethënë ajo pjesa e angazhimit në asnjë mënyrë, unë po mendoj që po kam dilema mos është pak më shumë se sa që kemi na kapacitetet tona si të infrastrukturës edhe të kapacitetit të lojtarëve që kemi brenda që të kalkulojmë me mënyrat strategjit tona, por sido që tjetë jemi staf teknik shumë i kompletuar edhe vërtet në mënyrë profesionale kemi qas. Por po e them, është shumë problem komponimi i ekipit, është shumë problem sjellja e lojtarëve mas afatit kalimtar, mas i kanë përfundu, jemi mundu me gjetë futbollist, dhe nuk është se për të gjithë kemi qellu, e kemi një përbërje të fortë. Po kryesisht unë jam shumë i kënaqur me angazhimin e këtyre futbollistëve sot që keni parë në fushë. Në ndeshjet e fundit kemi shënime, për shembull në 3 ndeshje me Malishevën kemi shënuar 3 herë, kemi humbë 4-3. Me Prishtinën, po, në Prishtinën kemi shënuar 3 gola, sot me Llapin kemi shënuar, po kemi marrë shumë. Që do të thotë se diçka nuk funksionon në fazën e mbrojtjes, edhe përqendrimi janë duhet të orientohet në atë aspekt, por futbollistët e kanë dhënë maksimumin. Unë nuk do me folë për anë tjera, komente, jo e ka dëmtuar referi, se ka dëmtuar është çështje që dikush tjetër merret. Po do me thonë, unë sa i përket futbollistë janë shumë i kënaqur se vërtet kanë treguar lojë shumë cilësore sot, sidomos sot. Unë po mendoj që jemi afër asaj që na nevojitet dhe sa kohë duhet profës të Drenica për më rikthyer rezultate pozitive ose për me marrë më të mirën për futbollistëve ose me arrit me komponu ekipën? Shisho, unë po mendoj që do të na nevojitet deri në fund kampionatit, unë mendoj se ekipi do të jetë më i komponuar, por kjo nuk do të thotë se tash na jemi ekipi i cili lehtë mund të dikush me ardhmë me fitu ndeshjen në Drenicë. Nëse jemi të kompletuar me Granit Qersharin, me Altin Vojvodin, unë mendoj që na